Së dyti, thot, duke bërë këtë gjykatat krijojnë mundësinë e instrumentalizimit të drejtësisë dhe Venecia paralajmëron përveç kundër judicial overreach ose shqip shtrirje së krahut gjyqësorit për te kufirit dars me politikën, sepse kjo përpasoi hap rrugën presioneve politike. Shiko tani çfarë bën ky. Dëgjoj Rufjani. Thotë se është Erion Veliaj prapa vendimeve. E kuptoni ju? Se nuk mu thot fajnë e ka Saliu, Osman. Dhe kuptohet këtu aj akusa. Po si mund? Si mund të thot një çmendur? As njëri normal se thot të kurra. Se kjo i hap, përpasoj hap rrugën e presionit politik dhe i qeverisë. Destabilizimit institucional. Destabilizim sjell vjedhja dhe vetëm vjedhja. Përkundrazi, largimi i hajdutëve i shërben stabilitetit të institucionit. Manipulimit të ekzekutivit përmes proceseve penale. Këtu i shkon gjuha tek vendi, tek dhmalla, tek vetja ti. Këte kryequn, me qenë se vetë është i implikuar, tani thot, këta godasin Belindën, që të më godasin mua, po do të vi dhe të këti. Në mos drejtësia populli do vi, ta garantojë këte. Nuk ke shans të shpëtosh. Jo. Ik më mirë, jep dorëheqje, largohu se në mënyrë absolute shqiptar do të krejnë nga i vend. Shqiptar, shpike, ministrat kanë funksione politike, jo administrative. E në gjoni çfarë flet? Ky jeri i tregon me këtë, se është i aftë të përqafoj standardin e ignorancës pa dijes së plot në ato që thot. Vetëm të mbroj vetën e ti se për Belindën e kishte hedhur 100 herë në lanë. Ministri nuk është zyrtar administrativ. Ministri emërohet me akt administrativ. Deputeti zgjidhet me mandat nga populli, ministri emërohet me akt administrativ. Dhe ky bën një mashtrim të madh publik për cilë do shkoj përsëri në gjykat, në prokurori, si mashtrues publik. Së fundit, dëgjojeni. Pezullimi gjyqësor i ministrit është de facto presion për shkarkimin e tij. A ka avokati më të neverishme se kjo? Imagjinoni ku shkon kryeministri. Në vend se të thot, në këtë rast kryeministri i detyruar të shkarkojë ministrin. Kur ministri sjep dorëheqje shkarkon kryeministri. Tani thot se është presion për shkarkimin e tij. Pra ata që kanë standarde dhe etike, morale, a kjo është sigurisht detyrim për largim. Nuk pezullohet një individ, mashtrim publik, por pezullohet krejt vendimarrja për një apo shumë sektor në ministri. Jo, ka zëvendësministra që mbulojnë sektorët. Dhe që në momentin që ministri nuk është në detyrë, marrin automatikisht detyrimet e tij. Dhe kjo, thot, është këmbë e krye jo kushtetuese. Ky s'ka njëri, ky është i trallisur në Afrika, nga të merri. Atëherë që në kanë zëvendësministrat jo kushtetues, që në kanë zëvendësministrat jo kushtetues, pra ky s'din ç'flet. Komisioni Venecias mashtron ky, ka theksuar shprehimisht një prej parimeve të demokracisë parlamentare është që qeveria mund të shkarkohet vetëm nga organet politike, jo nga organet gjyqësore. Ministri nuk është qeveria, është një ministër. Është një ministër.
Pse shkarkohet një ministër nuk është e vërtet që shkarkohet qeveria. Absolutisht. Dhe është e vërtet, unë nuk di të këtë thonë